Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parsorë ofron shërbime për të gjithë qytetarët e qarkut Kukës përmes dy zyrave të saj, në Kukës dhe Tropoj, të cilët kanë filluar të operojnë që nga viti 2022. Albona Memia, specialiste pranë qendrës së Tropojës, thotë se me mbylljen e gjykatës në Tropoj, qytetarët kanë shfaqur interes të lartë për marrjen e shërbimeve juridike parsorë falas. Po, ka pas një interes shumë të lartë, në fakt me mbylljen e gjykatës në vitin 2023, pranë qendrës së shërbimit të ndihmës juridike parsorë në Tropoj janë paraqitur shumë qytetarë dhe në harkun e 2 viteve kemi trajtuar rreth 500 raste të shërbimit të ndihmës juridike parsorë dhe dytësore. Kategoritë që kërkojnë më shumë shërbim pranë qendrës tonë janë personat që përfitojnë nga skema e mbrojtjes sociale dhe personat me aftësi të kufizuara, të verbrit, viktimat e dhunës. Kryesisht janë kategoritë veçanta, por kemi edhe raste nga kategoritë me të ardhurat të pamjaftueshme. Zakonisht kërkesat janë me natyrë civile, por edhe administrative. Më pak raste ka me kërkesa të natyrës penale. Ndërkohë, në Kukës dhe Has, sipas Ardit Koldashit, specialist me trajtim të posaçëm pranë qendrës juridike parsorë Kukës, janë zhvilluar takime në terren me qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parsorë Kukës operon që nga viti 2022 dhe është funksionale dhe mbulon zonën e qytetit Kukësit dhe qytetit të Hasit. Gjatë muajit shtator, qendra ka qenë aktive me takime në terren, ku janë taku përfaqësues nga institucionet vendore, Bashkia Has, njësitë administrative Bicaj Malzi, janë realizuar dhe takime me qytetarë në terren, ku janë ftuar të paraqesin problematikat e tyre përmjet ankesave dhe kërkesave që mund të kenë. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parsorë Kukës është e hapur për gjithë qytetarët të cilët mund të përfitojnë nga ligji 111/2017 për konsultat e shërbimeve parsorë, gjithashtu për shërbimet juridike dytësore pranë gjykatave. Qytetarët me të ardhurat të ulta dhe ata që bëjnë pjesë në kategori të veçanta përfitojnë shërbime juridike parsorë. Ata gjithashtu mund të përfitojnë ndihmë juridike dytësore në gjykata përmes mbulimit të kostove dhe shpenzimeve të gjykatës, caktimit të avokatëve mbrojtës dhe mbulimit të shpenzimeve të ekspertëve. I gjithë ky shërbim ofrohet falas për të gjithë qytetarët që janë pjesë e parashikuar në ligjin numër 111 fraksion 2017 me qëllim garantimin e aksesit të barabartë në drejtësi.